Jo, e ndjeja, besoj se Zoti na njerë t'i jeqe dhe pastaj na dhanë momenti më të mirë dhe njëti minutë, kështu që jam shumë i kënaqur. Kështu që jam shumë i kënaqur për ekipin dhe për gjithë Shqipërinë, gjithë Kosovën, që sot besoj se është ditë feste, dhe duhet vazhdojmë tani se ka edhe 2 ndeshje tjera, duhet të rrim me këmbë tokë për të bërë ëndrrën realitet duke vajtur në botror. A mund të luajmë gjithmonë me të bardha? Se duket kjo e bardha Blendi në sjell fat gjithmonë. Dhe bardha kemi luajtur po mirë le të. Në Armeni për shembull kemi qenë me Zeza, s'ka rëndësi ngjyra, besoj se sot çunat edhe çunat që ishin sol gjithë kemi një javë që jemi bashkë dhe gjithë e kishin këtë presionin e ndeshjet, po ishte më i madh se në Tiranë presioni se besoj se ishte çik më madh edhe po pse? Sepse mu duk si unë në Tiranë, tifozët, stadiumi, presioni ishte më i madh. Këtu ekipi mu duk shumë më i qetë gjatë këtyre 40 orëve që kemi qenë bashkë. Shiko, ne jemi gjithë profesionista, besoj se në Tiranë ishte një atmosferë që ishim në shtëpinë tonë, kështu që mbase mund bënte përshtypje që kishte vetëm shqiptar, po besoj se sot ishte ndeshja më e ndjerë se ne luftonim, o fitonim sot ose do kishim humbur gjitha shpresat për të futur në botror, kështu që me të drejtë jam shumë i kënaqur dhe dua vetëm të festoj sot. Sot besoj se duhet festojmë, pastaj na nesër do fillojmë mendojmë për Andorrën që kemi nëntor. Ju dha dhe Silvinjo leje. Deri po të na kishte dhënë apo mos ta na kishte dhënë leje, prapë do festonim një lloj sa s'kishte rëndësi shumë. Për statistika, 11 gola me kombëtaren arrin të barazojë Altin Raklin dhe Andy Salin. Ke edhe ca të tjerë përpara, Bogdani është i pari me 18, ke shumë punë, ke shumë punë. Po i vërtetë. Unë kam qenë prezant Blendi tek ndeshja e parë që ka bërë golin e parë Rej Manaj në Kosovë në stadiumin kryesor, sapo ka hyrë, ka bërë gol dhe atëherë ke premtuar që do bëj shumë gola me kombëtaren. Tani rëndësi ka të bëj gol, s'ka rëndësi se kush. Ai ishte më rëndësishme ky? I di në ata 11. Jo, ky besoj se ishte goli më rëndësishëm i gjithë historisë time. Karrierës time besoj se ishte më rëndësishëm. Kishin thënë se di unë bë iq 10 vite në jeta jote për bërë të golin dhe kisha dhënë 15 vite. Edhe për ekipin kombëtar Shqipërisë, padyshim është një nga golat më të rëndësishëm të historisë, sa kemi ne 90 vjet si ekip kombëtar, absolutisht. Jo, besoj se sot është ndeshja. Pa, është ndeshja më e rëndësishme.